4 ushqimet që janë ndaluar nga profeti alayhis salam. Në këtë video do të paraqesim 4 ushqimet që profeti Muhammed alayhis salam u ka ndaluar muslimanëve që t'i konsumojnë. 1. Gomerët shtëpiak. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i tij qoftë me të, ditën e Hajberit, ndaloi ngrënien e mishit të gomerëve shtëpiak dhe lejoi mishin e kuajve. 2. Mushkat. Ndalimi i tyre bëhet duke i krahasuar ato me gomerët shtëpiak në bazë të ajetit kuranor ku Zoti i gjithësisë thotë: Dhe kuajt, mushkat e gomerët për t'u hipur. Surja Nahl 8. Në këtë mënyrë, ato marrin të njëjtin status me gomerët, i cili është edhe argument për ndalimin e ngrënies së tyre. Nëse thuhet se pse është lejuar mishi i kalit, kur ky ajet e përfshin edhe atë, ne themi se kali ka dalë nga ky vendim me një tjetër tekst, i cili është leja e profetit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, për ngrënien e mishit të tij në hadithin e sipërpërmendur. 3. Çdo kafsh që ka dhëmb qeni, si luani, tigri, ariu, leopardi, ujku, qeni dhe elpra e të tjerë, me të cilët gjuan pren, pra kafshët mishngrënëse. Po ashtu ndalohet çdo shpend që ka kthetra, si shqiponja, skifteri, bufja të tjerë, të cilat i përdorin për të gjuajtur, pra shpendët grabitqar. Dëshmi fetare për këto është thënia e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin me të, ka ndaluar të hajë çdo kafsh me dhëmb qeni dhe çdo shpend me kthetra. 4. Kafshët apo shpendët që më së shumti ushqehen me ndyrësi. Këto kafsh, edhe pse në pari mund të jenë të lejuara, siç është pula, nëse ato ushqehen vazhdimisht me ndyrësi, nuk lejohet ngrënia e mishit të tyre dhe pirja e qumshtit të tyre, sepse profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin me të, e ka ndaluar këtë. Në mënyrë që të lejohet mishi këtyre kafshëve para se të theren, ato duhen izoluar nga ndyrësitë dhe duhen ushqyer me ushqim të pastër, në mënyrë që të pastrohet mishi dhe qumshti. Kështu ato bëhen të lejuara për të therrur dhe ngrënë. Dhe Zoti e di më së miri.